Nga Devolli, ku zhvilloi një takim elektoral me banorët e zonës, kryeministri Edi Rama komentoi incidentin e fundit ku u përfshi kandidati i Partisë Demokratike për deputet Bledion Albati. Njëri katran që e keni parë deputet një Albati dhe njëri katran me boj që është i vllai që më thonë që është një pëllëm mbi tokë dhe sjell vërdall gjithë dunjan këtu dhe tani që flasim është prapa hekurave sepse kanë bërë një skandal tu e kanë rrahur njerëz. Ja kjo është e vërteta. Dhe këta tani do bëjnë Devollin madhështor. Kupton apo jo? Një xhuxh agresiv do bëjë Devollin madhështor bashkë me vllan. S'keni fajde ju se atë rrugaçin këtu ja u sjell Këneta nga Tirana. Me një ton ironik, kreu i qeverisë solli në kujtes figurën e shkrimtarit të madh të Devollit, Dritor Agolli, i cili për vite me radhë përfaqësoi këtë zonë si deputet socialist. Devolli, vendi përveç se Dritor Agollit, vendi i njerëzve më punëtor të njohur me nam, i burrave punëtor me nam. Devolli i mikpritjes e Devolli të tëra të mirave, siç ju njohim ne nga larg, po kur na çojnë rrugeçër atje, një çat themun ty, një gjysmak, një çyryk që nuk ka lënë rast pa e treguar dhe pa i rënë gjoksit dhe pa bërë gjeste dhe pa bërë shfaqje për të thënë unë jam çyryku, nuk e di. Shifni e bëni, ne duam që të jemi bashkë. Rama nuk kurseo as ironik ndaj kryetarit opozitës Sali Berisha, duke i drejtuar një pyetje qytetarëve të Devollit për zgjedhjen që do të bëjnë në 4 maj. Mirë që gjithë këto vite nuk u gjet as një djale, as një mike, as një që ti thoshte baba Bufit, lëre këtë muhabet se nuk vazhdon më kjo punë, po sot zogjtë e tij e marrin dhe me tendë, keni parë, e marrin me tendë se ai nuk e edhe dielli nuk e mban dot më tani. E sjellin vërdall nëpër Shqipëri një njeri të mbaruar, të pa shpresë, të dëshpëruar, mosha e ka lajthitur komplet dhe demokratët, zakonshëm njerëzit, ja ju që jeni aty e tjerët, duhet tani ta bëjnë rolin e atij djalit vogël. Mendoj unë se hyn dhe në gjuna, e kupton, hyni dhe në gjuna, se mirë të tjerët, mirë tani votën në Kënet se nuk është era parë që e bëni që e çoni votën Kënet ju, po hyni dhe në gjuna që mbani rrugëve një njeri që duhet shkojë në shtëpi. Takimi në Devoll ishte pjesë e turit elektoral të Partisë Socialiste për zgjedhjet e pjesëshme të 4 majit, ndërsa Rama premtoi projekte konkrete për zhvillimin e zonës. Ndërkohë që këto janë projekcione të Ministrisë Financave, të ekspertëve tanë, edhe në bashkëpunim me ekspertët nga më të mirë ndërkombëtar me të cilët ne punojmë. Këshilltari im i ekonomisë prej disa kohësh është krye ekonomisti Angela Merkelit për 10 vjet. Në përfundim të fjalës së tij, Rama përmendi se çdo çështje që lidhet me ekonominë, ai konsultohet me ish kryeekonomistin e kancelares gjermane Angela Merkel, duke nënvizuar seriozitetin dhe përkushtimin në drejtimin e vendit.